Pas skandalit në Big Brother VIP, Jozi vjen në Kosovë për vizitë, publikon fotografi nga kompleksi memorial i familjes Jashari në Prekaz. Pas disa ditësh mungesë në rrjetet sociale, këngëtari Jozi Marku ka rikthyer llogarinë e tij në Instagram, e cila ishte bllokuar përkohësisht si pasojë e reagimeve të ashpra të publikut. Bllokimi erdhi menjëherë pas incidentit të bujshëm gjatë gjysmëfinales së Big Brother VIP Albania, ku Jozi sulmoi fizikisht gjestin në një moment të papritur, të transmetuar drejt për drejt në ekran. Ky veprim shkaktoi një valë kritikash dhe frustrimi nga publiku shqiptar, duke sjellë edhe pasoja në praninë e tij digjitale. Sidoqoftë, Jozi nuk vonoi shumë dhe pas rikthimit të profilit, publikoi një fotografi në Insta Story ku shihet pranë kompleksit memorial të familjes Jashari në Prekaz. Ai mban në kokë një plisë të bardhë, i cili është stampuar me shqiponjën dykrenare, një simbol i fortë i identitetit kombëtar shqiptar. Postimi duket si një përpjekje për të shprehur patriotizmin dhe për të komunikuar një mesazh emocional pas gjithë zhurmës mediatike që e ka rrethuar ditët e fundit. Ende nuk ka një reagim apo ndjesë publike nga Jozi për incidentin e Big Brother VIP Albania, por rikthimi i tij në rrjetet sociale sinjalizon se ai mund të jetë gati të flasë për gjithçka që ndodhi. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!